Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi vendimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës kundrejt Shqipërisë, ku ka pezulluar vizat me vendin tonë, dhe a është ky një veprim kundrejt Edi Ramës në atë që ai deklaroi se Shqipëria mund të shkojë me Kinën nëse nuk i ka punë të mirë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë rast, është duke përgatitur Amerika terrenin për të goditur Edi Ramën, por edhe gjithë politikanët e korruptuar, kryesisht ata që ndodhen afër tij. Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika të tjera, qëndroni me ne në këtë intervistë ku do t'i shtjellojmë hap pas hapi me avokat Gylsen Zhlimën. Zoti Zhlima, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, çfarë do të thotë ky vendim i Shtetit Bashkuar të Amerikës kundrejt Shqipërisë, ku ka pezulluar vizat, dhe sa i prek kjo shqiptarë drejt për drejt, dhe a është kjo pasojë e qëndrimit të Edi Ramës kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po ndërkohë, nga ana tjetër, a është ky edhe një reagim ndaj asaj që deklaroi vetë Edi Rama se Shqipëria mund të gjejë prehje te Kina nëse nuk i ka punë të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Zoti Rama, shumë raste është një individ i cili kemi parë që ka qëndrime kontradiktore, ka qëndrime të cilat ndonjëherë kuptohet që është europian, ndonjëherë kuptohet që është super amerikan, ndonjëherë italian, ndonjëherë del kinez, ndonjëherë afrikan, por e vërteta që kemi parë vazhdimisht nga Zoti Rama është që në këtë kohë dhe në këtë periudhë pas shtatorit ndodhet në një situatë ku edhe vetë ai nuk e ka menduar ndonjëherë, për shkak se kërkon të bëj skenare apo të bëj konflikte artificiale, të cilat ai mendon se mund t'i mbyllë ashtu siç i ka mbyllur në të shkuarën. Do të keni parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë vendet, ose më mirë, nuk është një vend i cili nuk ka një strukturë dhe një seriozitet institucional. E din shumë mirë se si qeveriset apo keq qeveriset Shqipëria, e din shumë mirë kush është kryeministri i vendit dhe çfarë ai përfiton në deklaratat publike që ai bën shpesh herë, por ambasada amerikane, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të bëjnë veprimet ashtu siç ata i mendojnë, sepse mos harrojmë faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot janë superfuqia aktuale si në Venezuelë, ashtu në Iran dhe ashtu dhe në vendet e tjera. Duke qenë se Zoti Rama gjithmonë kërkon të bëj aktorin dhe në fund fare mendon se do të jetë piktori i cili do të shes një pikturë, sepse është ai që e pikturon dhe është ai autori i saj. Në këtë moment Zoti Rama duhet të kuptojë që estrada dhe momenti i talljes ndaj institucioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka mbaruar. Viza që Zoti Rama, ose më mirë administrata Trump ka vendosur që t'i hiqet shqiptarëve, por edhe jo vetëm, por edhe shteteve të tjera, po pikë së pari Shqipërinë, është një dëm i madh, dhe mos harro faktin që këtu tek ty e kam thënë vazhdimisht që edhe vizat edhe nëngratat sigurisht janë pjesë e kësaj strategjie që ka linja Trump. Po thjesht unë dua të them diçka për ato njerëz të thjesht që mendojnë se ne po bëjmë propaganda, po bëjmë opozitë qeverisë. Deklaratat e Zotit Rama kanë dëmtuar rënd çdo qytetar që don të ikin në Amerikë për hallet personale, familjes, bizneset. Sot një qytetar i cili na ka nënvlerësuar në aspektin kur ne kemi thënë që deklaratat e Zotit Rama rrezikojnë jetën e qytetarëve, nuk e kemi thënë nga pikpamja penale, po nga pikpamja marrëdhënieve institucionale që një qytetar ka që të marrë një vizë në ambasada apo konsullat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, duke qenë se Zoti Rama nuk don të pyes për shqiptarët, ne kemi thënë vazhdimisht që asnjë deklaratë për një funksionar publik shqiptar nuk duhet të marrë nga shqiptarët si një deklaratë e cila është e kalueshme dhe pas një dëm për shtetin që cenohet. Prandaj, heqja e vizave nuk kupton qartazi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndryshojnë qasjen me qeverinë shqiptare, jo me popullin shqiptar. Sepse në 11 maj ambasada amerikane foli për popullin shqiptar. Ndërsa heqja e vizës për Shqipërinë nuk kupton heqja e vizën
ndaj zotit Rama. Pastaj, për shkak se personat të cilët përfshihen normalisht janë qytetarë shqiptar, sigurisht i merr dhe ata një pjesërisht topi, por e vërteta është që në një moment të caktuar do të jepet një rrugëzidhje. Por, duke qenë në këtë situatë, deklarata e zotit Rama cenoi drejt për së drejt çdo qytetar shqiptar. Prandaj duhet të them që veprimet e zotit Rama që ka bërë vazhdimisht ndaj shteteve të ndryshme kanë cenuar emigrantët shqiptar. Kjo ka ndodhur në Itali, kjo ka ndodhur në Greqi, kjo ka ndodhur në Angli, kjo ka ndodhur edhe në Amerikë. Pra, duke qenë se zoti Rama këtë e bën si një betejë të vetën që vetëm ai është patriot, ndërsa gjithë ne jemi tradhtar, e kupton, është tmerrta mendosh këtë gjë, dhe ai do dalet na mbrojë ne dhe i lind pyetja e thjeshtë, prandaj e kam thënë tek ty vazhdimisht këtë gjë. Shtetet kur dëgjojnë zotin Rama që Shqipëria që ka shumë bukur, thënë pse ti majmë ne këta emigrant pavarësisht se janë vite këtu, derisa janë emigrant ekonomik, tani o vlla merri mbrapshti se pas ka ndërtuar të Shqipërinë, sepse tek këtë gjë ka thënë në Itali, në Greqi, në Britani, edhe në vendet e tjera. Pra është shumë e thjeshtë kjo, edhe tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës i thënë, derisa ti e pas ka rregulluar Shqipërinë, pse këta të më vinë mua në Amerikë? Shumë e thjeshtë. Prandaj ky qendrim është ndaj zotit Rama, jo ndaj shqiptarëve. Ju e keni përmendur shpesh herë devizën që ka administrata Donald Trump, e cila sipas jush, ashtu siç e keni deklaruar në intervistat e mëparshme, do të ndërmarrë hapa konkret njëri pas tjetrit për të shkuar tek kasta e korruptuar politike dhe konkretisht ajo e qeveritarëve. Në këtë rast, e heqim korrupsionin, krimi organizuar, kartelet e drogës dhe politika. Që nuk kupton përveç një opozitar të merret me kartel drogës. Përveç pjesës së korruptuar është edhe pjesa e lidhjes me krimin organizuar dhe atë me kartelet e drogës. Në këtë rast, çfarë do të thotë ky hap i Shtetit Bashkuar të Amerikës, apo ja afrohet qeverisë Rama në këtë rast dhe mund të ketë një mas ndaj tij teksa përflitet se ka edhe një listë që mund të shpallet të non gratave dhe nga ana tjetër duket se Rama po largohet perëndimit ku shkon dhe vazhdimisht viziton kryesisht Emiratet e Bashkuara Arabe. E vërteta është që linja Trump është një linjë e cila ka nisur dhe 24 mujorshi i parë 2025-2026 do të jetë një ndër vitet më të rëndësishme, më të veçanta për politikën e jashtme amerikane. Për sa i përket zotit Rama dhe politikbërës së tij dhe asaj që unë them vazhdimisht, momenti kur të është trokëtur në derën tënde dhe ti ende mendon se po fryen ajri apo po goditet diçka që ty nuk të përket, nuk është e vërtet. Ajo që unë mendoj është kjo, që zoti Rama nuk ka marrë masat e duhura për të kuptuar qartëzi a goditet ai apo krimi organizuar, apo goditet Shqipëria apo shqiptarët apo krimi organizuar. Që të jemi realist me ju, ajo që ne kemi thënë vazhdimisht është që po linja Trump do të shpallë në ngrada së shpejti shumë zyrtar të Republikës Shqipërisë. Këtë gjë e kemi thënë para 6 muajsh, mos gaboj, por të gjithë na thanë çfarë po thoni, por e vërteta po del. Brenda muajit mars do të votohet në Kongresin Amerikan lista, ose më mirë, ligji që përcakton ose ka paracaktuar listën e emrave konkrete. Po kujdes, administrata, ose më mirë linja Trump, ka një qëllim, krimi organizuar të goditet dhe droga. Pse duhet të goditet droga dhe krimi organizuar? Se pikrisht linja Trump ka kuptuar që përmes asaj që ne themi vazhdimisht, çfarë themi vazhdimisht? Korrupsioni. Por korrupsioni
në shumë raste është goditur opozita dhe linja Trump thot edhe bën një parakalim dhe thot jo, nuk do merrem me korrupsionin, sepse në të gjitha vendet perëndimore dhe jo, kundërshtar politik janë goditur duke përdorur korrupsionin si mjet eliminimi politik. Por tani erdhi momenti që në rang ndërkombëtar do godasin çfarë? Krimin organizuar, drogën dhe kartelet e saj, të cilët kanë influencë në pushtetin ekonomik, por edhe asaj që ne themi ekzekutiv. Duke qenë në këtë situatë, Zoti Rama nuk e ka marrë me seriozitetin e duhur. Po ashtu dhe Spaku nuk e ka marrë në seriozitetin e duhur fillimisht. Ka injoruar në shumë forma dhe mënyra për të bërë aksion të drejt për drejt kundër krimit organizuar. Por, në një moment, vjen edhe ajo që ne themi fatura, që çdo individ i cili nuk ka vepruar për kryen e detyrës dhe është fokusuar vetëm te korrupsioni për të bërë nderë ndaj pushtetit, do të mbari edhe përgjegjësi. Ajo që unë po ju jap një sekret, një lajm, është që në Departamentin Amerikan të Shtetit, përmes linjës Trump, ka shkuar një kërkesë e posaçme kundër prokurorisë së posaçme në Shqipëri. Edhe thot qartë diçka. Besoj mos qeshin ata që e dëgjojnë. Po kur do ta marrin lajmin, do të hidherohen. Administratës Trump i është kërkuar që me shpadhjen e non-gradës të ndalohet hyrja 3 prokurorëve të Spakut, të cilët janë përgjuar nga Delta. E mbani mend një rastin kur ky organizëm doli dhe tha më denonconi krimin organizuar. E mbani mend apo harrojmë? Se harrojmë në Shqipëri, 3 ditë lahet lajme. Në këtë një grup ose më mirë të paktën 4-5 qytetarë të një rrethit të caktuar, ku krimi organizuar ka nivele dhe prezencë të shtuar, kanë marrë në telefon dhe kanë thënë që përfshihen jo vetëm politikan, por edhe prokuror. Dhe mendoj që shumë shpejt, po për shkak se nuk duhet të dështoj reforma në sy të shqiptarëve, mesazhi ka shkuar te Spaku. Krimi organizuar pa mëshirë goditet çfarë do lloj pushteti ekonomik institucional të pushtetit ekzekutiv duhet të ketë mbaruar brenda 2026-s. Dhe këtu mendoj që ka të përfshirë edhe prokuror, edhe politikan të pushtetit ekzekutiv. Prandaj them që linja Trump do të bëjë detyrën e saj, por në fund fare, përmes detyrës së tyre, do t'i imponohen edhe qeverisë shqiptare, por edhe prokurorisë së posaçme të kryejë ashtu siç duhet detyrat e saj. Avokat, a mendoni se Edi Rama i bërë një sfidë të hapur Shteteve të Bashkuara të Amerikës teksa uli në krah të së ngarkuarës me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë Nancy Van Horn, vetë Belinda Ballugun, e cila është e pandehur nga Spaku, dhe vetë struktura posaçme ka dërguar në kuvend kërkesën për arrestimin e saj? Zoti Rama është mësuar të luaj me fotografi, të luaj me ndjenja, të luaj me politikbërën e vendit, por ajo që zoti Rama duhet të kuptoj edhe nuk duhet të luaj është me përfaqësinë e ambasadës amerikane në Tiranë. Shumë politikanë në Republikën e Shqipërisë kanë luajtur në të shkuarën e tyre me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
në vitet më parshme, jo tani këtu vonë. Dhe shembulli Dhe tipik është Berisha, që e ka marrë përgjigjen Ballazi. Bravo. Pra do të thotë që kush është ai që tallet apo kërkon të fus apo të vendos në pozita të vështira përfaqësinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Tiranë, sigurisht që do të ketë mesazh të qartë. Dhe unë jam i bindur që mesazhi ka shkuar zotit Rama, por zoti Rama nuk pranon të bëj atë që duhet negociat. Zoti Rama është në momentin më të vështirë të jetës së tij politike, për arsye sepse duhet të ulet në një negociat. Dhe mënyra se si ai zgjodhi që këtë negociat ta prish duke përdorur zonjën Balluku si një tabel qitje, duke e vendosur atë gjithmonë në pozita jo të mira, sigurisht që zoti Rama do kërkoj kohë, po jo se betejën e ka të fituar. Sepse pikrisht ajo çfarë bëri zoti Rama ishte që në vendosin e zonjës Balluku krah zonjës përfaqësuese të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tregon qartësi që zoti Rama është pjesë e një loje. Por ajo lojë që zoti Rama ka nisur, sigurisht që nuk ka viktim, pra zonjën përfaqësuese të ambasadës, por për mendimin tim ka viktim zonjën Balluku. Dhe mos harroni faktin që pasi ndodhi kjo ngjarje, përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri një takim në gjykatën kushtetuese. Po, shkoi në gjykatën kushtetuese, po. I dha përgjigje. Ja ktheu brenda ditës reston. Ja ktheu brenda ditës, dhe përveç se ja ktheu brenda ditës, i tha dhe diçka tjetër që nuk u kuptuar tek qytetarët. Çfarë i tha? Edhe sikur gjykata kushtetuese të dali duke thënë që kemi shkele kompetencash, ti zonjën në fjalë duhet ta lëshosh, se për ndryshe do marrim masa dhe për ty. Ja tha me recet, ja tha me heshtje, ja tha me fjali të tjera, e vërteta është që ja tha. Unë mendoj që zoti Rama në momentin ku do të ketë një përplasje tjetër me përfaqësuese në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duhet ta mendoj mirë çfarë do bëj, sepse kam frikën se ajo që ndodhi me Akshin do ndodhi me Qafzotën, mos gaboj. Ajo që do ndodhi me Qafzotën do ndodhi edhe me ndonjë port, edhe me ndonjë aviacion apo ndonjë aeroport që ne kemi bërë në letra, po jo në praktik. Pra, e sigurt është që rrethi i tij do goditej. Tani, a do goditej për shkak të korrupsionit apo për shkak të krimit organizuar, këtë nuk e di, por ajo që unë di është që do goditet për shkak se zoti Rama po fillon dhe po luan poshtë brezit, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë gjë nuk e kanë të pëlqyeshme fare. Në fakt, në harkun e 2 ditëve, në mos gaboj, sapo mbaroi takimi në Tropoj me kryeministin Edi Rama dhe zëvendës kryeministën Belinda Balluku, e ngarkuara me punë Nancy Van Horn, shkoi në gjykatën kushtetuese dhe kërkoi prej aty luftën ndaj karteleve të drogës, por edhe vendosjen pra të gjitha abuzuesve të ligjit para drejtësisë. Nga ana tjetër shkoi dhe takoi dhe kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Ballën dhe atë të Partisë Demokratike Gazmend Bardhin, duke u dhënë dhe një mesazh të qartë dhe vetë politikës. Në këtë rast e kanë futur në brazë Edi Rama në Amerika për ta vënë përpara, aq më tepër kur më 22 janar do të shqyrtohet në seancë të hapur çështja e Ballukut në gjykatën kushtetuese? Jemi në fillim të muajit janar, mesi muajit janar, dhe ajo që unë mendoj është që në maksimumi deri në korrik, po brenda kësaj intervale flas,
Sigurisht që takimet midis kryetarit të grupit parlamentar socialist dhe demokrat do jetë e vazhdueshme dhe përveç kësaj do të keni parasysh që takimet që u bën pasi ndodhi akti apo fenomeni ose marrëzia në Tropoj, sigurisht që është diçka që nënkupton edhe vetë situatën që nuk është ashtu siç duhet, por kjo situatë ka diçka tjetër të cilën kërkoj pak vëmendje, pra sepse djalli fshihet në detaje dhe tani te detajet duhet mbetemi. Ç'lidhje ka përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të kërkojë gjykatës kushtetuese luftë kundër krimit organizuar? Po, pikërisht dhe për këtë doja të pyesja në fakt. Është interpretuese e kushtetutës. Atje shkon edhe i ndershmi, edhe ai që merret me krimin organizuar. Pse? Sepse ajo do të interpretoj vetëm. Mos ndoshta është një mesazh për gjithë piramidën e sistemit drejtësisë dhe duke qenë se gjykata kushtetuese qëndron në krye të piramidës dhe mesazhi shkon dhe në gjithë pjesën e piramidës nga koka deri poshtë. Unë do të them që mos ta çojmë te piramida, sepse piramida ka shumë kuptime, pra pushteti ekzekutiv, gjyqësor dhe legislativ, por ajo shkoi ku? Tek gjykata kushtetuese që është institucion kushtetues dhe nuk është pjesë e sistemit të drejtësisë tonë. Sepse është gjykata që interpreton Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, që është akti themeltar i shtetit. Po, e vërtet. Po. Nga ajo kushtetutë bazohen të gjithë pushtetet e tjera. Po mbi këtë pushtete është vetëm kushtetuta. Duke e lidhur në këtë formë, ajo desh që në të njëjtën kohë çonte mesazh tek pushteti ekzekutiv, tek pushteti gjyqësor, tek pushteti legislativ, tek pushtetet e tjera të pavarura ose të institucioneve të tjera të pavarura që është avokati i popullit, kontrolli i lartë i shtetit dhe partitë politike në vend, sepse një demokraci patjetër me partitë politike përfaqësohet që është edhe ajo pjesë e nenit kushtetues. Pra, në një farë mënyre, ajo tha është momenti që përmes kushtetues që ne të japim një mesazh në mënyrë horizontale. Po, dhe në këtë rast, po. Pushtetet. Dhe në këtë rast Shtetet Bashkuara të Amerikës duke takuar kreun e gjykatës kushtetuese, pra kryetarin e gjykatës kushtetuese, dhe duke qenë vetë në këtë institucion, tregojnë në një farë mënyre se janë në blok me shqiptarët kundrejt këtij sistemi qeveritar që është ngritur nga kryeministri Edi Rama. Çka do të thotë që në kushtetutë parashikohet që sovraniteti në Republikën e Shqipërisë i takon vetëm popullit. Dhe në këtë rast duket që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrë pra krahun e shqiptarëve dhe janë në blok me shqiptarët përballë kësaj klase politike. Se pikrisht sovraniteti i përket popullit dhe populli përmes zgjedhjeve e delegon sovranitetit te të zgjedhurit e tij. Dhe duke vjuar qëndrimin tim është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregojnë qartazi që ne nuk kemi lidhje me qeverisjen pavarësisht se ju votuat me 11 maj. Por ne kemi lidhje me ju sepse bashkarisht me ju do bashkëveprojmë të instalojmë demokracinë në vendin ton, pra në Shqipëri, dhe atë që ne themi gjithmonë, partneriteti të jetë brenda asaj që është ndershmëria institucionale dhe besnikëria e përjetshme në kuptimin që ne kemi bërë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse pothuajse jemi i vetmi popull që jemi më amerikan se vetë amerikanët, dhe amerikanët çuditë thonë unë jam amerikan, por nuk bëj kështu për Amerikën, ndërsa ju vdisni për Amerikën. Pra, unë po të isha kaq shumë filo-amerikan në kuptimin e atyre që kanë një nostalgji për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse edhe e jetojnë atje, do çuditja edhe do të ndëshkohej qeverisjen time
që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas shumë vitesh vendosin Shqipërinë në një karantinë vizash, në një kufizim? Pse? Se pikërisht rrezikshmëria e artikulimit që ka përdorur zoti Rama kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës rrezikojnë marrëdhëniet institucionale që vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë që të rregullojnë dhe të mbajnë të qëndrueshëm marrëdhëniet me popullin shqiptar. Pra e kuptoni në cilin nivel të lartë institucional vepron ambasada amerikane në krahasim me politikbërën, pra me përfaqësuesin e popullit që është zoti Rama. Inshallah është e popullit përgjithsesi. Por në aspektin formal, procedurial e popullit, por në aspektin e informacioneve që vetë ka ambasada amerikane, se ambasada amerikane nuk është një SHPK që hapin këta për të vjedhur nga mis deri në darkë dhe për na treguar ne se sa bukur bën 3D ose 5D. Por ambasada amerikane ka një tjetër qasje me realitetin në Republikën e Shqipërisë, kanë informacione të ndryshme dhe përveç kësaj kanë edhe atë që themi mesazhin e qartë kundrejt asaj që ne themi arrogancës në aspektin politik. Prandaj që të përfundoj është kjo që mesazhi ishte tepër i qartë dhe më lejo të them edhe diçka tjetër që shumë qytetarë që na kanë ndjekur mendoj që kanë menduar që thonë mos fol shumë se ke fol, e ke bajat punën. Po unë tek ju kam thënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar një zarf të zoti Rama dhe i kanë thënë frenat e shtyp ti, gazin e shtyp ti. Edhe në të dyja rastet, pasojat i kontrollon ti. Bëje tani se sa të zhvon. Dhe është e tmerrshme të imagjinosh që një person vazhdon ende të shtyp ashtu siç do dy këto gjëra që thash unë, po në fund fare rrezikon oborrin e tij të brendshëm politik dhe familjar, si në Partinë Socialiste ashtu dhe në rrethin që rrethon. Prandaj unë them që të gjitha këto duhet të maten edhe të analizohen ashtu siç duhet, pas një lloj emocioni. Thjesht logjika nuk ka mundësi Shtetet e Bashkuara të Amerikës të lëshojnë Shqipërinë, sepse lëshimi i Shqipërisë bën që të vjen Kina këtu. Lëshimi i Shqipërisë vjen këtu Shtetet Arabe. Lëshimi i Shqipërisë bën që Rusia përmes Serbisë të ketë shpresa dhe ëndra për të marrë Kosovën dhe pas shumë shekuj edhe Shqipërinë. Pra, të gjitha këto janë gjëra të cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mundet të lejojnë veten që të dëmtojnë atë që kanë investuar, se asnjë amerikan i logjikshëm nuk hedh në plera atë çfarë ka investuar. Pra, atë që do të bëjë amerikani është që do të mendohet se si investimin ta marrë si kapital përfitimi marrëdhëniesh midis dy popujve, po jo midis dy qeverive, sepse pas 2025-s marrëdhënia e qeverisë e përfaqësuar nga Partia Socialiste me në krye zotin Rama dhe drejtimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në drejtimin e zotit Trump ka përfunduar. Ata të cilët bëjnë akoma analistat apo lavazh apo lajmin e fundit sikur Rama është e njeriu që don Trumpi, mendoj se i shërben asaj që themi gjithmonë ignorancës në aspektin e të mos diturit. Në rast se nuk din, shko të paktën edhe mëso që të mësosh të paktën diçka që të të shërbej për të informuar dijen tënde. Çfarë po pret Edi Rama për të marrë këshillën që i kanë dhënë amerikanët, apo qoftë edhe ultimatum si mund të jetë në rastin që e përshkruat sa i përket zarfit zi që i kanë bërritur në zyrë? Ajo që pret zoti Rama është vendimi. Vendimi i zarfit është që po do të jemi partner, sigurisht do të bindesh për disa gjëra. Në rast se ti vendos që mos të bindesh, sigurisht që avioni i parë është ai që mund të shërbejë si shpëtim për të vendosur veten tënde si një ndër personat të cilët në një moment të caktuar
do kërkosh shpëtimin nga aleatët të tu jo perëndimor, po të lindjes së mesme. Dhe duke qenë në këtë situatë, unë mendoj se zoti Rama duhet kuptoj qartazi a është gati të nështrohet një debatit politik dhe institucional ku brenda vetes do të ketë gjithmonë negocimin edhe patjetër pse jo edhe rotacionin e pushtetit në mënyrë të kontrolluar, për shkak se situata nuk është mirë as gjeopolitike, por as politikës së brendshme në Shqipëri. Sepse zoti Rama në këto momente ka kuptuar qartë që mënyra se si ka përdorur spakun duke përdorur politikisht kundër kundërshtarëve të tij politik, sigurisht që ajo që unë kuptoj nga e gjithë kjo që ka ndodhur në Shqipëri është që vetë zoti Rama përpiqej të menaxhoj situatën për shkak të kohës, por ajo që vetë zoti Rama nuk kupton që koha nuk është aleat i vet, sepse brenda muajit janar kemi rezultatin e papritur që Shqipëria nuk do të ketë më ashtu siç ka qenë përpara regjimi i vizave, por ajo që unë e shikoj përsëri që zoti Rama përsëri i bën vetes së tij jo atë që ne themi yzmet ose t'i bëjmë mirë shërbim vetes së tij që të ketë edhe mundësi të artikulojë diçka që është pozitive në veten e tij. Pra, rasti i heshtjes së zotit Rama në rastit të Venezuelës të Maduros ishte një heshtje e cila nuk pati asnjëherë përgjigje. Dhe kjo tregon qartazi që zoti Rama ka frikën e arratitësisë së tij. Pra, në fakt, po, të ndalemi te kjo pjesë, si është e mundur që kryeministri Edi Rama nuk reagoi në rastin e kapjes së Nicolas Maduros në Venezuelë dhe pati një lloj heshtje e cila po vihej në dyshim sa i përket qëndrimit që duhet mbante kryeministri Edi Rama dhe më pas nxori ministren e punëve të jashtme Elisa Spiropalin në një deklaratë që nuk është se mban shumë pesh, por që në aspektin politik është korrekte. Në këtë rast po. Në këtë rast pse heshtje Edi Rama? Ka frikë? Nuk donte të përzihej në një çështje midis Venezuelës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës? Apo po pret që edhe ai të ketë fatin e Maduros? Shiko, e vërteta është që zoti Rama, për mendimin tim, ka bërë shumë gabime në politikën e jashtme. Heshtja e tij nuk kupton fajsi që mjaf gabova dhe për shkak të gabimit duhet të reflektoj. Reflektimi nuk është diçka që nuk kupton korrigjimin e gabimit, pra reflektoj dhe studioj. Sepse ka dhe ai ca lidhje nga Amerika Latine në rastin e kartelit Sinaloa. Po dhe mos harro faktin që Shtetet Bashkuara të Amerikës, person që ka takuar Edi Rama e shpall non grata dhe nuk e lejon të futet. Pra, kjo është tregues qartë që diçka nuk po shkon mirë, prandaj nuk po reagoj, sepse në rast se do të kishte diçka, çdo gjë do të ishte mirë, e dini ju, Rama për 5 minuta ikën në Amerikë dhe na bën foto atje dhe na thotë ju që flisni nëpër portale, mos flisni kot sepse situata është që unë mund të shkoj në Amerikë dhe ku më do mua qefi. Por ajo që unë shikoj është që zoti Rama nuk është se është kaq shumë, do të thoya me vullnet ose me vetëdijshmërinë e tij që të thotë që shiko, unë nuk kam asnjë konflikt dhe sigurisht nuk duhet të krijoj konflikt. Dhe mënyra se si ai nuk reagoi dhe nuk veproi, nuk e shikoj në aspektin e festave të fundvitit. Ishte thjesht mënyra se si ai e përfitoi këtë ngjarje për shkak se ishin festat e fundvitit dhe në fund fare ai vazhdoi përsëri mesazhet e tij edhe kundrejt Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe rastin në Tropoj që tha ne na pret edhe Kina. Pra, të gjitha këto nuk mund t'i lejmë të shkëputura me njëra tjetrën, duhet t'i lidhim në mënyrë të atij që të na japi një konkluzion të caktuar që kush është konkluzjoni. Konkluzjoni është që zoti Rama aty ku duhet të kishte mbajtur një qëndrim si lider në aspektin politik për shkak se është kreu i ekzekutivit, zoti Rama zgjolli të heshtë. Ndonjëherë heshtja e vazhdueshme pa reagim dhe në mënyrë të zgjatur, se mund të heshtës një vit, pra të kesh një heshtje një vjeçare, po nuk mund të kesh ti heshtje gati 2 vjet apo 13 vjet apo 20 vjet.
Sepse në këtë rast mund të kishte heshtur edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili nuk është se ka dha aq mirë punët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por pati një reagim sapo ndodhi ngjarja. Ai pati një reagim dhe mos harro faktin se edhe në Kosovë vizat u hoqën, po edhe në Shqipëri. Por se konsideroj fare linja Trump ç'a deklaratë bëj Kurti. Edhe madje ta dish që të mirë në vizat që i respektojnë vizat janë kosovarë sa në shqiptarët, në kuptim që shqiptarë jemi po në aspektin e asaj që ne themi për shkak se janë dy republika, Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë. Pra, në këtë aspekt unë mendoj që edhe fresk të bësh linjës Trump, sigurisht e ka qëndrimin edhe e ka pozicionin. Do të thotë që unë e kam gati planin, ju nuk po e zbatoni dhe nuk po e shikoj dhe nuk po e kuptoj. Prandaj secili prej jush më mirë të marrë në avion dhe të lëvizi, për ndryshe do t'i nështrohet rregullave dhe rregullat janë shumë të qarta. Kompromis, pakt, marrëveshje dhe në fund fare atë që donë më i madhe dhe më i forti. Kush është më i forti? Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kush është më i forti? Gylseni apo ti bardhi? Lutem. Para pak ditësh kryeministri Edi Rama ishte në Paris ku u takua dhe me dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner. Apo mundohet Edi Rama që të gjej një pikë shpëtimi tek Jared Kushner, se mos ndoshta i thot diçka në vesh Donald Trumpit, me që e ka edhe vjerë. Shiko, do të them diçka. Kur desha të ikje jashtë shtetit dhe të shkoja në Itali, i thash, a ka mundësi të takoj papën? Më tha, po, mund të bëjmë një takim. Shumë bukur, thashun, po si është takimi? Shiko, thot, kur shkon në Itali, atje te Vatikani, papa del tek ajo sheshi aty, del vazhdimisht, bën ka si një ritual, dhe del aty, dhe duket si kur ti e ke taku personalisht papën. Më kupton? Dhe ti e ke parë shumë mirë që shumë zyrtar shqiptar shkojnë edhe bëjnë si kur kanë takuar papën poshtë. Poshtë, jo të zyra. Se të zyra ka protokoll tjetër. Dërsa poshtë, dhe ke pa vazhdimisht. Dhe këto foto që bën Rama, më kujtojnë këto rastet. Për shembull, shkojnë këta edhe takojnë papën në Vatikan, ku ndërkohë ai ka ritualin e vetë dhe i takon të gjithë kush i del përpara dhe bën një foto. Dhe kështu më ndodhi edhe kjo me rastin e zotit Rama, që takoi atë shtrëngoi çai bëri nuk e di, tani aty duke bërë një foto, ai pak ishte një situatë që ashtu ishte edhe papa në atë aspekt, që hajde kaloi dhe është edhe të mira, dhe kjo është e vërteta. Ju mos mendoni se unë shikoj vazhdimisht që njerëzit thonë u bëri foto me këtë, u bëri foto me atë tjetrën, shikoj them vërtetën. Shumë foto nuk janë ashtu siç dukej. Pra, që të bësh ti një foto me papën, do të kalosh një procedurë të saktuar. Të bësh një foto me Donald Trump në Amerikë dhe jo ashtu siç bëjnë ata të tjerë që mund ta takosh në një fushat. Po të bësh një foto më private është shumë më vështirë, nuk është kaq shumë e lehtë. Të bësh ti veprime të tilla që të tregosh në Paris, shkova unë takova në Paris dhëndrin e Trumpit, ku Trumpi dhe dhëndri Trumpit ka ikur nga Serbia është drejt edhe ikjes nga Shqipëria për investime. Për çaj takove? Të thosh aman të lutem, se po ikën. Se unë i thash se Sazanin po e merr familja Trump që të justifikojë të shqiptarët mashtrimin. Pra, e kupton tani në cilën situatë them? Se duhet të jemi pak serioz tani. Tani ti edhe Sazani sikur e ke makinën e shtëpisë edhe ke ble atë makinën e shtëpisë. Makinën private dhe shtëpinë private. Në fakt Sazani nuk po i hyn në punë në raportet me Trumpin. Opinioni publik duhet kuptojnë diçka që është shumë konkrete. Trumpi mbaron mandatin brenda 4 vjeçarit. Trumpi e di shumë mirë që ka hap kaq shumë vatra zjarri të rrezikshme që nesër kur të vi në pushtet, demokratët do shqyen me familjen e Trumpit. Ti ta dish tani në këto momente që flasim, sigurimet sekrete amerikane punojnë dhe faktorizojnë në fakte dhe në dosje prova dhe indicje që mund të kenë ndaj familjes së Trump.
Dhe ti mendon që familja Trump do rrezikoj veten e saj pas ardhjes të demokratëve apo kushdo presidenti tjetër pas Trumpit në Amerikë, kur e din shumë mirë ata që Trumpi është futur aty edhe ka marrë përpara çfarë gjë përpara dhe merr përpara dhe çon aty ku e çon deri në fund. Pra, duhet kuptojnë qytetarët që nuk ekziston ajo që mendohet që ky ka rregulluar me amerikanën, na me familjen e Shiti Sazani se ka shtëpinë e vet apo e ka makinën e vet. Jo. Familja Trump nuk është kaq shumë naive që të bëjë një risk edhe të godas veten e saj që dyrshmërinë që duhet të ketë. Pra, mos e mendoni në këtë fazë që zoti Rama takoi atë dhe ai tha, mos kemi rakse të kaluam edhe për ty se e fola unë me gjyshin ose me babain. Gjysh është ai, po, është gjysh është, po me babain e gruas time, pra me vjerrin tim. Ai nuk e ka burr, ai ka vjerr. Vjerrin mund ta thush ish vjerr, gruan mund ta thuash ish grua. Po nuk e ka baba që të thuash ish baba. Pra, e kupton çfarë do të them. Në disa raste nuk përputhet ajo që ne themi ish, fjalia ish. Dhe vim tani në këtë moment dhe themi çfarë? Po fjalia ish kryeministri i Shqipërisë ka, por zotëri sepse Trumpi mund ta bëjë Ramën ish kryeministri i Shqipërisë. Dhe prandaj them që veprimet që zoti Rama bën duke nxjerr këto foto, sikur të kapa kështu, bëra një foto, e mani me në rastin e Bidenit, që shkoi Rama dhe i thoshte Bidenit kështu, e përqafonte, bënte kështu te krahët, kështu. Ku i ku Bideni tani? Edhe me zori shkreti shkon deri në Amerikë dhe s'jam bat. Që e pastronte kështu, i bënte kështu ai. Edhe i thoshte unë jam Albania, që shkoj të KB-ja, luftoj Rusin përmes Ukrainës, ne kemi forca, ne jemi te NATO. E kupton me radhë këto? Ku jemi, ne? Ku është llogaria? Llogariti linja Trump dhe i tha, hajde tani drejto ti OKB-n ose Këshillin e Sigurimit, se të jemi kundër Rusisë. E kupton në situatë? Absolutisht. Sepse nuk mund të jetojmë më me kaq shumë padituri. Prandaj them që mos shikoni kaq takime, se takimet kanë një protokoll të caktuar, kanë interesa të caktuara, kanë gjithmonë programe të caktuara, nuk janë kaq shumë interesat e një takimi, një foto, sepse Rama do të tallet me ne këtu dhe do të thotë këtu që shiko, unë takova X-in dhe tani pse Sazani do të merret tek ata, tani Trumpi ka flet me një dhe po merret me Kosovën edhe e kalon me një arë Shqipërinë edhe mua, e kupton? Pra, mos të vendoj, ju si njerëzit nuk janë të zgjuar, e kupton? Shqiptarët janë shumë të zgjuar, shqiptarët kanë ndërtuar bombë, ndjem realist në aspektin kur kanë emigruar. Le të që këtu psojnë ai gjë dhe pas Covidit kanë mësuar ai gjë në tronditje. Por puna është që zoti Rama duhet kuptoj që vjen momenti që çdo pushtet ka limitet e veta dhe ka frenim. Sepse po pushteti vazhdoi në mënyrë të pakontrollueshëm, është e sigurt që rikthimi i pushtetit kundrejt atij që ushtron është në mënyrë absolute goditës ndaj atij personit. Prandaj keni pa rastin Maduro, keni pa rastin Kadhafi, keni pa rastin Hussein, keni pa raste të ndryshme që kanë gëzuar pushtet të jashtëzakonshëm dhe janë marrë në mënyrë të zvarr nga pushteti. Pse? Sepse është momenti kur çfarë pushteti vjen edhe godet pushtetarit. Dhe aty ku e godet pushtetarin nuk ka më mëshirë. Avokat, ka raportime në media se kryeministri Edi Rama mund të thojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pyetur si person o DNI për çështjen e Charles Megorigal. Ju si e shikoni në këtë rast? A është kjo një nga dosjet që mund ta fundos një herë mirë Edi Ramën, apo në këtë rast ai mund t'ia hedh qoftë edhe për pse kemi të bëjmë me një çështje kaq të nxehtë? Duhet keni parasysh diçka që personi që quhet Edi Rama sigurisht që ka menduar shumë mirë për çfarë është thirrur dhe për çfarë do të shkojë të dëshmojë në rast se është thirrur ashtu siç e normon procedura. Por në kërkimet që un kam bërë nuk më rezulton një fakt konkret thirrje, më rezulton njoftimi, por jo thirrje. Por në rast se ne do të marrim të mirëqen që kjo është një thirrje për të dëshmuar dhe sigurisht që duhet kesh avokat me vete, unë mendoj se zoti Rama ka një vendimarrje për të marrë
por ajo vendimarrje do të jetë e rrezikshme për jetën e tij politike. Pse? Se në një moment të caktuar paraqitja pra një prokurorit republikan sigurisht do të bënte Ramën vulnerabël në aspektin e qëndrueshmërinë në pushtetin në Shqipëri për shkak se mbajtja për pyetje dhe në fund fare dhe atributi në një vepre penale në sigurisht tregon qartazi që zoti Rama do të jetë i pandehur. Por me atë që unë mendoj që zoti Rama është ai që në fund fare ka karrikën, por ka dhe pemën, sigurisht nuk do të bëj gabimin në këtë kushte që jemi të shkoj atje duke marrë dhe litarin dhe fund fare ju e dini shumë mirë që vetëm një lëvizje poshtë karrikës sigurisht litari bën atë hatan e madhe. Prandaj mendoj se zoti Rama do ta mendoj në rast se është njoftuar. Unë mendoj se nuk është thirrur, të jem realist me ju, është njoftuar, po jo thirrur, por në rast se Rama zgjedh që në momentin e njoftimit të shkoj vetë të paraqitet vullnetarisht pa marrë një masë ftese, kërkese vetë institucionet e Shteteve Bashkuara të Amerikës, sigurisht që kuptoj këtu që Rama nuk ka diçka të qartë në aspektin e qëndrueshmërisë së tij në pushtet, në rast se bën këto gabime. Unë mendoj se Rama do ta shtyr për të fituar kohë, Rama do të përpiqej të gjejë justifikime të më të ndryshme. Sigurisht që Rama nuk duhet të shkojë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por në rast se ai zgjedh të bëjë këtë gjë, që për mendimin tim do të jetë një gabim, në rast se bën, sigurisht që dikush mund të thotë jo, pse është gabim, është e vërtetë, ajo duhet ndodhë. Unë mendoj se do jetë një gabim. Pse do jetë një gabim? Sepse Rama asnjëherë nuk bën një veprim pa e shtruar mirë rrugën e tij. Prandaj them që Rama po vajt do di që çfarë ka negociuar dhe çfarë do të japi dhe çfarë do të marrë. Prandaj mendoj se Rama është njoftuar, po jo thirrur për Shtetet Bashkuara të Amerikës. A rrezikon ai të arrestohet nëse gjendet fajtor në rastin e Charles McGonigal? Në çdo moment, në çdo kohë, në rast se ai pranon të shkojë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mund të shpallet fajtor dhe sigurisht mund të rrezikojë dhe burgun. Automatikisht zoti Rama do të përjashtohet nga kandidimi për shkak se ligji i dekriminalizimit që vetëm me krenari ka votuar e përjashton nga kandidimi. Prandaj mendoj që zoti Rama nuk mendoj se mund të bëj as vajtjen, por as atë që them që të shkoj vetë dhe të dënohet atje dhe të pranoj fajsin, sepse në fund fare karriera e tij politike ka mbaruar dhe ju e dini shumë mirë që kur ke të lashë me drejtësinë, shumica e rasteve ku jenë në pushtet, pllaka ndryshon dhe kemi tjetrin që po pret që ta marrë drejtimin e Partisë Socialiste. A rrezikon ai edhe nga ana tjetër për lidhjet me kartelin Sinaloa të Meksikës ku një nga pjesë, po themi antarët e këtij karteli ose më saktë që bashkëpunon me këtë kartel luftar Hysajn, ai e kishte pritur edhe në zyrë dhe më pas Shtetet Bashkuara të Amerikës se shpallën Hysajn non grata dhe person të padëshiruar. Në këtë rast, sa rrezikon Edi Rama me lidhje të tilla të krimit të organizuar në rastin e kartelit Sinaloa, por edhe ajo që reflektoi më pas vetë çështja e Ergys Agasit, i cili priste deputet, ministra, drejtor dhe bënte atë koordinatorin mes krimit të organizuar dhe Edi Ramës, ashtu siç vetë Arben Ahmetaj e kishte denoncuar më parë. Kjo edhe çfarë tregon? Tregon që kemi një shtet dhe pas këtij shteti kemi edhe një koordinator që koordinon lidhjet e pushtetit ekzekutiv, pushtetit ekonomik, pushtetit të gjyqësor, pushtetit policor dhe pushteteve të tjera, të cilët cenojnë sigurinë kombëtare, të cilët janë të palishme. Dhe ajo që unë mendoj është që zoti Rama, por dhe jo vetëm ai, por dhe shumë funksionar publik të shtetit shqiptar, mendojnë akoma se Shqipëria është një vend i cili nuk ka një zhvillim, sigurisht që nuk ka institucione, sigurisht që institucionet thjesht janë teorike dhe jo praktike, dhe në fund fare ajo që ne shikojmë në rastin edhe të Agasit është një person i cili ishte pranë kryeministrit dhe çuditërisht ai sapo u kërkuar nga SPAK-u, nga drejtësia e zotit Rama, sepse duhet të specifikojmë diçka tek shqiptarët, drejtësia e zotit Rama që dha spatën te Altin Dumani
Është drejtësia ajo pikërisht që zotin Agasi e bëri të pandehur. Jemi realist. Ose në rast se nuk e bëri të pandehur, e bëri person i cili është në kërkim e sipër për dyshime dhe veprimtari kriminale, por ajo që bën të akoma më shqetësuese, veprimtari kriminale pranë oborrit kryeministror. Pra, është akoma më e rëndë në aspektin të dëgjuarit, jo thjesht vetëm të artikuluarit. Prandaj, çdo veprim apo çdo fenomen që mund të ndodhë tani në tutje, për mendimin tim është një goditje kundër zotit Rama dhe në fund fare, nga goditja ndaj zotit Rama sigurisht që do të kenë edhe faktorë të tjerë të cilët do të goditen. Por ajo që unë nuk kuptoj edhe kërkoj pak dimën tënde është kjo. Çfarë e bën një njeri që të përgjoj veten e tij dhe të tjerë kur dihet që personi në fjalë po bën vepër penale? Kjo do të thotë, o personi është me është paranojak, kërkon të ketë prova, i shërben një forcë të tretë, është agent i një shërbimi të caktuar. Këto janë elementet sipas meje që mund të lexohen në pamje të parë. Po, ose ti ke hyp vetja në qef, që e thënë Shkodranës. Po. Unë mendoj këtë të fundit. Që mund ta ketë bërë thjesht për qef. Pse? Sepse duke akumuluar kaq shumë pushtet, njohje, veprime, nuk kupton që personi në fjalë ka dashur të jetë njeriu i preferuar i kryeministrit dhe personi që lere o shef se unë çdo gjë e bëj unë vetë dhe s'ka nevojë të bësh ti asgjë sepse unë do jem ekzekutori i çfarë do kërkesë që ti do bësh. Pra, në këtë moment që ne flasim, duke i qartazi që personi i vetë përgjuar, i vetë dështuar, çfarë bërë në rastin konkret, personi përgjoi veten dhe e thënë Shkodran ty vetja në qef. Dhe në këtë situatë ndodhemi sot. Prandaj ajo që pritej të ndodh është ajo çfarë pritej nga ata, çfarë ata vetë kanë, do thoya, skenuar se si normalisht do të zbresin nga pushteti. Pra, zbritja nga pushteti, duhet keni parasysh diçka, është gjithmonë në aspektin çfarë ti ke organizuar se si ti do zbresësh. Çfarë do të thotë kjo? Me veprimet e tua që ke skenuar që ti ja bësh gropën tjetrit, në fund fare fut veten tënde në gropë dhe pret të marrësh edhe tjetrin me vete për shkak se ti e ke bërë këtë duke i skenuar gjëra të cilët janë të pamoralshme, të antiligjore dhe sigurisht në kupton që përgjegjësia është individuale dhe në rast se është bërë dhe kolektive sipas zotit Rama. Avokat, të ndalemi pak të denoncimet e Arben Ahmetajt, i cili i renditi njëra pas tjetrës se ku shkojnë paratë e shqiptarëve dhe cilat janë depozitat e parave që përdor Edi Rama duke nisur nga Belinda Balluku deri te Rion Veliaj. Ju, si i keni lexuar këto denoncime dhe a mendoni se këto denoncime mund ta vendosin Spaku në lëvizje dhe mund ta fundosin Edi Ramën nga ana tjetër? Shiko, ti më realist me ju, Spaku është në lëvizje, po është në lëvizje sipas drejtësisë së zotit Rama. Pra, nuk është Spaku në lëvizje sipas denoncimeve të zotit Ahmetaj, ose sipas denoncimeve të zotit Zhllima apo të Bardhit dhe shumë me radhë. Pra do të thënë Spaku lëviz gjithmonë sa herë Edi Rama i thotë që të godas. Sepse duhet kemi parasysh diçka. Nuk ka mundësi që të gjitha ata të cilët janë tek rrethi jot të goditen të gjithë dhe mos të goditesh ti. Sepse këtu do të thotë, o ti je destinacioni përfundimtar kur sigurisht është bërë marrëveshje politike që të jepet rrugëzidhje që mos ketë vend destabilitet politik, o ti je një person i cili të pëlqen të viktimizohesh vazhdimisht, po je gjithmonë personi që sigurisht të tjerët janë autorët kundër teje. Pra është ajo forma e viktimës që vdes për autorin e saj. Pra, e dhunuesës që vdes për autorin e saj. Pra, në këtë moment që flasim, jemi në një situatë që vetë zoti Rama dhe personat të tjerë të cilët janë rreth tij nuk e kuptojnë ku janë dhe çfarë duan dhe çfarë po bëjnë. Prandaj them që situata në rastin konkret
është pak e pa kuptim, është pak e pa logjikshme dhe ajo që unë mendoj është që zoti Rama dhe personat të tjerë të cilët mendojnë që mund të ta kalojnë drejtësinë për shkak se denoncimet që bëhen nuk I përkasin atyre, përkasin të tjerëve, po zoti Rama thjesht dha besimin të tjerë, por nga keqbesimi I tyre, sigurisht zoti Rama nuk mori atë që deshe dhe sigurisht është tradhti, se kështu quhet në aspektin përgjithshëm, por unë mendoj se zoti Rama ka arritur në një moment ku nuk mund të justifikohet më që dardhat edhe të gjitha I bën të tjerë, ndërkohë ti nuk bën asgjë. Prandaj unë mendoj se zoti Rama është në një moment që duhet të shikojë qartësi për veten e tij, në rast se e kupton qartë ngjarjen që ndodh apo jo, sepse në rast se ai nuk e kupton do thotë ka një problem të brendshëm. Në rast se ai e kupton do thotë ka një autorizim. Dhe në rast se ka një autorizim, do kupton që ka një bashkëpunim. Në rast se ka edhe një bashkëpunim, do thotë që spaku do të veprojë në kushtet e flagrancës duke kapur personin që bashkëpunon në krimin I cili është kryer pas kryerjes së veprës penale. Pra, në kushtet e flagrancës. Prandaj them që zoti Rama për mendimin tim duhet të shikojë qartësi a kemi të bëjmë apo jo me mënyra të korrigjimit, të reflektimit, të vetë menaxhimit të situatave të ndryshme, gatrojmë, nuk e di çfarë them. Nuk mund të marr një kështu të nxjerr në një raport sepse dua të nxjerr raportet dhe sigurisht më vjen aty në ato momente më thotë ore ti mos e nxjerr raportin sepse këtu ke një problem. Çfarë është problemi? Problemi I qëndrueshmërisë së mendimit, që do të thotë qëndrueshmëria e mendimit, të kuptimit që drejtësia është e imja, njerëzit e mi futen në drejtësi, unë nuk jam I Zotit t'i shpëtoj, ndërsa ata I përdor në zgjedhje, nga përdorimi në zgjedhje ata mendojnë se unë jam I forti, dëgjojnë djathtas majtë që ky është I forti dhe fut fare, ky I forti fut brenda dhe ky I forti nuk kapet nga këta që I fut brenda dhe ata të cilët fusin këta të dobtit të tij brenda. Prandaj them këtu diçka nuk shkon në vlla. Do thotë o ai që futet brenda dhe bën burg për Ramën është budalla, o Rama është shumë I zgjut dhe këta të gjithë që janë rreth Ramës janë budallë. Të ndalemi pak tek Belinda Balluku ku flitet për një zarf, flitet për një USB. Çfarë ka kjo USB-ja e Ballukut mirë ta marrin vesh? Dhe në fakt nga e dinte Rama zarfin e Ballukut se spaku e kishte dërguar në mënyrë të fshehtë. Po ju mendoni se zoti Rama nuk di asgjë? Zoti Rama nuk din vetëm ku ndodhin vepra penale. Zoti Rama çdo gjë din. Zoti Rama merret me portalet, merret me analistët, merret me çdo gjë në këtë vend. Po ka filluar të kapë edhe me gazetarët, me Klodiana Lalën, por edhe me Fevziun së fundmi. Ai është një aktrim I bukur, zoti i madh. Ai është aktor. Ai është njeriu I cili vdes të bëj batuta aty ku ka situatën më të rrezikshme për veten e tij. Po nuk mund ta bashkëqyroj për shkak se ul nivelin tim dhe them o zot ku po e çoj. Po. Tani situata është këtu tani. Ma shtjelloj edhe një herë pak pyetjen tënde të lutem. Ideja është që ka një zarf nga ana e spakut adresuar për Belinda Ballukun ku besoj është përfshirë edhe kërkesa për heqjen e imunitetit dhe hapje shtjelloj, thash nuk e rrugës më relato a ka 16 faqe. Shtjelloj. Pra konkretisht çfarë përmban zarfi I spakut që është dërguar Edi Ramës dhe nga e di Edi Rama për mbajtjen e zarfit, ndërkohë që zarfi ishte I fshehtë. Dhe çfarë ka USB-ja e Ballukut në këtë rast? Është bërë shumë e madhe kjo. Kur unë nuk jam antar komisioni, nuk kam gati ditë çka ka zarfi, apo çka ka USB-ja. Po. Tani thot, shikoj, çfarë ndodh tani? Në rast se I pandeuri nuk din çfarë ka dosje ndaj tij, do të thotë ai është në burg. Mos e ka hapur Peleshin në atë rast. Po jo më kushto llogarit Pelesh është një marionet aty. Po ndigjoj mua. Në rast se ai din çka ka brenda ajo, do të thotë që dikush nga spaku ja ka dhënë Ramës që të mësojë çfarë në të realitet ndodh aty me Ballukun. Pra do të thotë që spaku ka trahtuar Ballukun edhe I ka dhënë Ramës çdo informacion kundër Ballukut.
pra nuk kupton që 16.000 faqe nuk kanë diçka kundër Ramës. Dhe ka vetëm Ballukut. Po pse duhet përdoret se të prandaj të kërkova shtjellimin edhe shumë mirë madh këtë, po dëgjoj pak tani ç'a ndodh. Balluku vjen nga një moment kur Beqir Balluku u godit nga sistemi. Dhe vin tani sot në 2025-ën, pavarësisht se jemi në 2026-ën, dhe ajo procedohet nga fillimi i tetorit, mos gaboj, në fund të tetorit diçka e tillë, dhe është si në 1944 që ishte manuali i njëjtë. Pra, në të njëjtat tipare, po thjesht ishte Partia Popullore Socialiste, sot është Partia Socialiste e Shqipërisë dhe Qeveria e Partisë Socialiste. Pra, i njëjti manual është. Pra, edhe atëre partia e dinte shumë mirë çka kishte bërë ti. Po çfarë bënte partia atëre? Investonte, çfarë? Te ty. Si investonte? Që ti të bësh gabime. Po çfarë bënte te gabimet? I merrte edhe thjesht i shënonte. Por tani lind pyetja, shënimin e gabimeve e mbante vetëm Edi Rama apo i përcillte edhe Spakut? Dhe vim pikërisht tek ajo që unë të kam thënë ty. Libri i procedimeve penale ishte në kohën e Dumanit te Spaku apo ishte te Edi Rama në kryeministri? Unë them kryeministri. Ai që akoma bën lavazh të Spaku i pavarur i kështu me radhë këtë, sigurisht që thotë që ka Spaku dhe Dumani, dhe unë po them ka Dumani. Dhe në momenti kur Dumani po ikën për shkak se u prish marrëveshja që ta marrësh dhe ti mandatin e dytë, sepse do shkosh do ikësh me kokë lart nga Spaku, se ka edhe një ego a Dumani, di ti? Ka ego. Pra, unë kush je ti, e kupton, unë kam der, kam dinjitet, pavarësisht se dinjitetin edhe nderin tjetrin ai e copton, sepse mendon se pushteti është i përjetshëm, e kupton? Punë tjetër kjo. Por tani lind pyetja shumë e qartë për ju, të gjithë. Kush e procedoi penalisht Ballukun? Veprat e saj penale individuale, veprat e saj penale kolektive përfshi Këshillin e Ministrave, apo mentaliteti komunist i Altin Dumanit që në fund fare procedon armikun e Edi Ramës? Pse këtë gjë? Sepse gjithë manuali që u përdor në drejtimin e Dumanit ishte çuna dhe goca vendosnin në burg të gjithë të cilët i pengojnë rrugët Edi Ramës. Pra, zonja Balluku nuk e kuptoi. Zonja Balluku ishte kaq shumë naive që mos ta kuptonte. Unë mendoj se nuk është naive zonja Balluku. Bën sikur është naive. Po as zoti Rama nuk është naiv. Po sigurisht edhe zoti Rama dinte dhe kishte informacion se pikërisht Dumani ja përcillte Edi Ramën informacionet e përgjimeve. Prandaj po them që shtjelloj në aspektin e kaq, pra Dumani bashkëpunon me Ramën, Rama kërkon ndihmë Dumanit, më pastro Ballukun. Dumani e bëri. Prandaj, çfarë pret ti tjetër nga Spaku? Avokat, dhe i pyetje fundit, si mendonin çfarë do të ndodhë më 22 janar në gjykatën kushtetuese, e cila do të mbajë një seancë të hapur çështjen e Belinda Ballukut, ndërkohë në datën 28 janar do të mblidhet komisioni, do të mblidhet Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve për shqyrtuar kërkesën e Spakut, ku struktura e posaçme kërkon heqjen e mandatit dhe imunitetit të Belinda Ballukut, që më pas t'i hapet rruga e arrestimit të saj. Atëherë të përsëris atë që kam thonë që në fillim në pezullimin e vendimit të GKK-s dhe atë që ne themi prekjen edhe shkeljeve të kompetencave që ky vendim bëri nga një gjykatë e Partisë Socialiste në kuptimin e porosisë që zonja Balluku duhet patjetër të procedoret në aspektin e pezullimit, por dua të më lejoni të ritheksoj dhe të risjell në vëmendjen tuaj atë që unë vazhdimisht kam thënë dhe asnjëri ose disa e kanë dëgjuar, por përsëri dua ta përsëris se 3 ditë zjat lajmi dhe pastaj shnetet mira.
Do thotë, zonja Balluku, në rast se gjykata kushtetuese është në nivelin e duhur, sigurisht nuk mund të pezullohet si zëvendës kryeministre. 1 kjo. 2. Gjykata kushtetuese, në rast se do të marrë të vinë në nivelin e duhur, duhet të deklaroj konfliktin e kompetencave midis GKK-s dhe kryeministrit dhe në të njëjtën kohë gjykata kushtetuese duhet të japi mesazh GKK-s që nuk është mbi zotin, po thjesht është pjesë e sistemit të drejtësisë. Pra, është pushteti gjyqësor që nëpërmjet vendimarrjes së saj dhe shpreh një pushtet tjetër ekzekutiv, ose një pushtet s'ka rëndësi edhe cilësia e tij. Pra, gjykata kushtetuese duhet të veprojë në këtë mënyrë që të japi të drejtë që po, në rastin e zonjës Balluku është shkelur kushtetuta dhe GKK është futur në kompetencat e Këshillit të Ministrave dhe Kryeministrit. Në rastin e tjetër, për sa i përket arrestimit apo asaj që themi vazhdimisht autorizimit që duhet të jepet nga parlamenti, çfarë dua unë, jo çfarë do ndodh, çfarë dua unë. Atë që dua unë është kjo. Kur unë kam thonë që zoti Rama është pjesë e asaj që ka bërë atë që ne themi Plepa 2 dhe them dhe vazhdoj dhe nuk heq fjalë sepse sot rezulton atë që unë kam thënë vazhdimisht që Spaku është Plepa 2 dhe është e komanduar nga Partia Socialiste, sot është e faktuar që zoti Rama ka qenë personi që ka dhënë ndihmë te zoti Dumani që të arrestojë edhe të vetit, edhe përveç të vetit, thjesht për të treguar tek njerëzit që shiko, erdhi momenti i papërshmërisë që të kapet dhe të preket. Por kjo ishte loja. Sa i përket kontraditës që unë dua të ndodh, është kjo që zoti Rama mos ta lëshoj zonjën Balluku. Pse? Sepse zoti Rama, gjatë momentit kur është frotuar reforma në drejtësi, u knaq çfarë ka ndodhur në kohën që kanë marrë njerëz të vet, por edhe njerëz të tjerë që mos ishin pengesë për te, ndërsa për zonjën Balluku duat të shkoj edhe të bëj gabimin fatal. Çfarë? Të bëj lojë me prokurorinë e posaçme, si në kushtet e flagrancës, ashtu edhe në kushtet e arrestimit të saj, çfarë mas sigurisë arrest me burg apo arrest në shtëpi, duke përdorur nenin 288 dhe 289 të kodit të procedurës penale dhe duke goditur në mënyrë të menjëhershëm, frontale, në mënyrë, do thoya, brenda 24 orëve reformën në drejtësi. Pse mos lëshimi e zonjës Balluku nuk kupton qartësi rrëzimi reformës në drejtësi dhe detyrimisht zoti Rama para se të bëjë këtë veprim do bëjë edhe marrëveshje politike për të shpëtuar, sepse goditja përmes Ballukut drejtësisë jep dy mesazhe që te Balluku thot nuk isha unë ai që të çoj ose do të çonte drejt asaj, po unë isha personi që të shpëtova dhe bëra çdo gjë që të shpëtoj. Por në fund fare vjen ajo që ne themi Rufeja edhe e merr Ballukun. Dhe Rufeja është ajo që vet Balluku ka frikë. Çfarë? Momenti kur Rama do të jetë i vetmuar dhe Rama do të kërkoj shpëtim, do të kërkoj mëshirë. Dhe në atë moment thonë përcjell Ballukun, shkoj tek drejtësia e duhur dhe jo të drejtësia jote e mendimit, por të marrim atë që duhet. Çfarë të marrim? Të marrim rezultatin që Rama përpiqej të godas drejtësinë e re, që vetë ai ka reformuar ashtu si thot gjithmonë, por vjen kush? Amerika dhe thot, më fal, drejtësinë e nisëm bashk, por pa pritmas na humbi gjatë rrugës. Për arsye 1, 2, 3. Tu erdhi momenti që në një moment investitori thot, ore, po shkoj të marr unë atë kapital që kam bërë sepse në fund fare këta atë kapitalin tim e pas kanë çuar atje kur nuk mban më, dhe çfarë bën? Vjen momenti dhe kërkohet, thohet, ose kapitalin tim ose ty, zgjidhe. Sigurisht personi thot me kapitalin tënd dhe më thuaj çfarë të bëj. Dhe prandaj aty në atë momente pas datës 28 janar vjen momenti i reflektimit, ndryshimit. Qasja e zotit Rama duhet krejt ndryshe, duhet një qasje që do na kuptojnë ndonjëherë 2008-ën, 2005-ën. Pse jo dhe 1998-ën, ku ishte ai ministër,
pallati me shigjeta. Pra, mos harroni një fakt dhe mos e harroni këtë. Zoti Rama mund të rikthehet tek origjina. Pse personi rikthehet tek origjina? Sepse çfarë ndodh në shumicën e rasteve? Personi i cili shkon edhe vendos vetes së tij shumë figura, pra shumë fytyra i mirë, europian, i lezetshëm, shakaxhi, interpretues, të gjitha këto, vjen momenti që për shkak se zoti Rama ka një talent të shumë të mirë të artikulimit dhe të mënyrës se si mund të diskriminoj dhe të degeneroj në kuptimin që s'ka si intereson fare, sepse të gjithë tjerë qeshin me atë që bën ai, po në fund fare nuk e kuptojnë ata që ai po e bën, ja bën edhe atyre që po qeshin. Në fund fare, zoti Rama detyrohet të bëjë një marrëveshje politike. Tani, a është i aftë zoti Berisha të nënshtrojë këtë marrëveshje dhe të negociojë për heqjen e non-gratës së tij? Kjo mbetet për të parë, por e vërteta është që për mua zonja Balluku ka mbaruar në momentin kur ajo pranoi që të bëhet vegël e zotit Rama pas momentit kur e proceduan penalisht. Prandaj them që e gjitha situata që është krijuar është një situatë mesazhi për Partinë Socialiste. Pra, personat që sot janë ministra duhet mendojnë disa herë kur firmosin. Personat të cilët kërkojnë të bëhen ministra për shkak se ka vakume, për shkak të personave që janë të përfshirë në problemet me spakun, nuk kupton që këtu diçka nuk po shkon mirë. Prandaj them që në një moment të caktuar zoti Rama sigurisht që do të marrë një masë ekstreme, por gjithmonë zoti Rama do të jetë ai i cili do kërkojë të shfaqë një figurë tjetër, por nuk do ta lejë inati dhe do shfaqë agresivitetin që ka pas dikur, sepse është në momentin më të vështirë, reflektimi, mbrojtje, vetë mbrojtje, urrëtie, dhe të gjitha këto i ka një person i cili ka bërë kaq shumë gjëra në të njëjtën kohë dhe në fund fare do të shpërthejë. Dhe ajo që ndodh gjithmonë tek personat që shpërthejnë për vetë mbrojtje, shpërthimi vjen tek vetja për shkak se vetë ndërtuan situatën e tillë. Dhe në fund fare unë jam i bindur që zoti Rama nuk e çon ashtu siç mendojnë të tjerë deri 2027. Prandaj nga sot janar 2026 e në vazhdim zoti Rama do të përcjell edhe shumë të tjerë kundrejt rrugës të vështirë që e ka zgjedhur ai vetë. Prandaj them që rasti Balluku do jetë një rast shumë i veçantë sepse Rama do përdorë çdo mekanizëm bllokues, por në fund fare vjen ai që thot investova kapitalin, tani është momenti që do filloj të zhbllokimin. Zoti Shlima, unë ju falenderoj për gjitha mendimet dhe analizën këtu në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.